Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Marlin Disa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Jemi me titujt kryesor. Erion Veliaj do t'jeti pranishëm të premte në seancën publike në gjykatën kushtetuese ku do të shqyrtohet ankimimi i tij për vendimin e qeverisë që e shkarkoi nga detyra e që u pasua dhe me dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë. Kushtetuesja thotë se ka njoftuar Spakun si dhe Burgjet për të marrë masa për shoqërimin e Veliajt. Më herët gjykata kishte pezulluar dekretin e Begajt për zgjedhjet në kryeqytet. Enea Busukja, inspektor të ashtimesh në Shkodër, i shpëtoi mrekullisht një atentati me tritol në mesditë në momentin kur ka ndezur automjetin lënda plasës se ka shpërthyer. 38 vjeçari është në spital jashtë rrezikut, më vonë u gjet një makinë djegur, e cila po verifikohet nëse ka lidhje me ngjarjen. Busukja është edhe pronar i një lavanderie. Pak kohë pasi dëshmia e një pacienti portugez nxori në dritë skandalin me spitalin Medicare, i cili përdorte ilaçe të skaduara dhe nuk paguante sigurimet e punonjësve, godina e spitalit me vlerë 3 milion euro është sekuestruar. Medicare ka funksionuar në mënyrë të jashtëligjshme, kreu evazion 1 milion euro dhe rrezikoi shëndetin e pacientëve. Kompania shtetërore naftos ruse Lukoil njoftoi se ka nisur procedurat për shitjen e aseteve të saj jashtë Rusisë. Vendimi erdhi pasi administrata e presidentit amerikan Trump njoftoi sanksione ndaj saj dhe kompanisë tjetër ruse të naftës Rosneft për t'i ushtruar presion Moskës që të pranojë një armpushim me Ukrainën. Orlando Koja, trajneri i volejbollistes së Dinamos Nayara Ferreira, thot për Report Televizion se 32 vjeçaria refuzon të stërvitet dhe është mbyllur në shtëpi për shkak të situatës së rëndë të krijuar pas dyshimeve për gjininë e saj. Sipas tij, federata ka gabuar duke e pezulluar vetëm mbi bazën e dyshimeve.